Baleti Kombëtar i Kosovës ka ardhur me një premierë të dyfisht, duke sjellë për herë të parë bashk Bahla Oriental dhe Boleron e kompozitorit Ravel. Me koreografin nga Mehmet Ballkan, mbrëmja ka hapur dyert për një përvojë televizjes që ndërthur traditën klasike me energjinë bashkohore, duke kaluar prej ritmeve të lindjes te pulsi perëndimor. Trupa e përbër nga 27 balerin dhe skena e ndezur nga muzika e dritat, të premten mbrëma e kanë shndruar hapësirën e improvizuar në një skenë të gjallë emocioni, pavarësisht sfidave institucionale. Koreografi Ballkan ka thënë se ka dashur të japë një energji bashkohore veprës së Ravelit, duke i lënë hapësirë shkëlqimit të balerinëve. So many people ask me why you don't do bolero, why you don't do bolero. Shumë njerëz më kanë pyetur pse nuk e bën boleron, por boleron origjinal është 11 minuta, shumë e shkurtër. Andaj kemi ndërfutur pak ritme tekno për të rinjt, aq e thjesht sa të vendoset fuqia e kërcimtarëve. Bolero and techno and bolero. Sipas solistëve, dy pjesë të mbrëmjes kanë ofruar dy gjuhë të ndryshme televizjes, por një emocion të përbashkët drejt kulmimit final të boleros. Publiku e gjithë ne kemi përjetuar komplet këtë shfaqje dhe gjithë këtë proces që ka shkuar se sa një muaj e gjys, edhe uroj që publiku ka mujt me marrë ato ndjeshmëri që i kemi dhënë në skenë edhe ata kanë përjetuar bashkërisht me ne gjatë performancës dy pjesë, domethënë siç ishte pjesa e parë Bahla Oriental dhe pjesa e Boleros që ishte kulmi i shfaqjes. Teksa objekti i teatrit kombëtar tashmë shumë se 3 vjet vazhdon të mbetet i mbyllur në emër të restaurimit, baleti kërkon të mbajë gjallë vazhdimsinë artistike përmes premierave brenda hapësirave të improvizuara. Për fatin tim të mirë ose të keq, me marrjen e mandatit si drejtar do thotë na është mbyll teatri dhe jemi në një gjendje emergjente tash 3 vite. Dhe jemi përpjequr të arrujmë kontinuitetin e punës, duke pas parasysh që baleti është një prej arteve më të bukura por edhe më të vështira. Dhe jemi munduar që përmes projekteve të reja, përmes paraqitjeve brenda dhe jashtë vendit, ta ruajmë kontinuitetin, thashë edhe më herët, për shkak se është një farë formë është mbijetesë për ne. Me këtë shfaqje, baleti kombëtar synon të dëshmojë se skena e tyre është aty ku janë vetë trupat dhe publiku.